Sot jemi një pozitë, po them, përkundër faktit që kemi probleme të ndryshme, të llojeve të ndryshme, po nuk janë kur gjë ato në krahasim me çka kanë bo dëshmorët tonë, herojët tonë, në këtë rast edhe vllai juaj Jusufi, kështu që jemi të falendëruar ne për jetë. Sot jemi gjallë për sakrificën, për kontributin, jo vetëm të vllaut juaj, po gjithë familjes. Për këtë arsye dhe patëm dëshirë me ju ftu, me ju nderu, me ju tregu që nuk harrojmë ne edhe si institucion, po edhe si popull në përgjithësi. Dhe jemi falendërues për gjithmonë se për këtë arsye mendoj që edhe jemi në pozitë sot për me planifiku për të ardhmen tonë, të fëmijëve tonë, për të ardhmen e gjeneratave të reja, duke ju falendëruar sakrificës të vllaut juaj Jusufit. Tash ne kemi kriju edhe një zyre ku ndërlidhet drejt për drejt me kontributet e luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të dëshmorëve tonë, të herojëve tonë që kanë dhënë për popullin tonë. Ka qenë një periudhë kohore e vështirë, shumë e vështirë, edhe jemi falendërues për këtë arsye. Tash e kemi për herë të parë kryeqyteti ka dhe zyren që merret me dëshmorët, me familjet, që mos me u harru, me ju tregu që normal që ata nuk mundemi me i kthy për fat të keq, mirë po kontributet e tyre madhore mos me harru kur, dhe me ju premtu, si që kemi premtu secilës familje, që tash në formë institucionale kjo ka me qenë një përkujtim i përjetshëm çdo vjetor, duke falendëruar po ashtu edhe punës madhe që është duke bëu edhe Sylvitia tash është zyrtar, është këshilltar jemi, është ka domethënë kemi zyren specifike që merret me çështjet e organizatave të dalë nga lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edhe në këtë mënyrë po them, po mundohemi që ta fitojmë paqen tash. Domethënë luftën e fituam duke falendëruar dëshmorëve tonë, herojëve tonë dhe partnerëve tonë ndërkombëtar që duhet me ua ditë gjithëve që kanë dhënë, që kanë kontribuar, nanave tona, motrave, sepse ka qenë një sakrificë e madhe. Po, shqyr sot, po them, kemi mundësi tash ta planifikojmë paqen dhe të bashkëpunojmë, të bashkërenditemi për një të ardhme më të mirë për gjithë, po asnjëherë mos me harru ata që kanë dhënë gjak, ata që kanë dhënë jetën e tyre. Faleminderit për prezencën e juaj këtu, e di që sot dhe keni edhe përvjetoren dhe shqyr që Jusufi edhe kalon pasardhës, edhe jeton gjithmonë mendjet edhe zemrat tona, sot jemi gjallë, gjithë ne e kujtojmë. Faleminderit shoku kryetar, për shtesën e juaj, për vullnetin e juaj që keni pas me na nderua. Bon ko gjado vjet, 26 vite, ku menua që na keni harru krejt, po jo s'po harroj ka drejtësia, liria. Vetëm një du me thonë shoku kryetar. Pasha Zotin që është hak, nuk e kom ditë që më takon një beneficion. Nuk e kom ditë, as kom thonë ta zonë një post, ta zonë një shkom, të pasionohna. Vetëm të flejohna, pasart me jetu në liri. Po që na se patën fatin, shumë kanë pas vullnetin me ra, si kur ata dëshmor, po ata po linshin me ra dëshmor. Falminer për josh, një kohë e gatë, kena përcjell kryetar të komunave, vallaj, shumë na jap një kuraj e shoku kryetar. Se po veç edhe njoh për veti, se shumë i njoh, po disa nështë edhe si njoh, se na po gjitha venat, a e kon pjesëmarrës i luftës ushtarë? Unë nuk jam kon pjesëmarrës këtu, po në diaspor jemi mundu me bo krejt çka kemi mujt, në aspektin e demonstratave të ndryshme, në aspektin e organizimit të komunitetit edhe me paga, me pagesa,
në aspektin e takimeve të ndryshme edhe në Britani edhe në Amerikë, dyjat i me gjithë komunitetet tjera për me shty përpara çështjen tonë, për me stimulu natën, për me intervenu. Do me thonë, në këto pika jemi mundu me bo so ma shumë që kemi mujtë, po drejt për drejt këtu në luftë nuk kam qenë, sikur se që është dëshmori heroi shoku kryetari ka shtyni këtu me pushkë, me sikurse edhe ju me siguri e shumë tjerë, që po ne të diasporës e kemi pa vendin tonë si një gjithmonë, në thonë një të ndomë, kur edhe pse demokracia është e mirë se ardhën, partitë ndryshme janë të mirë se ardhuna, me kriju politika të mira për vendin tonë, po jo me inate e me gjona të mrapshta, sikur se po veprojnë sot për fatkeq. Po, amon ju koftë, po shpresoj që mushemi me deri pa parti. Po. Na tash kanë ratë mas ty në parti dhe pak po prekni edhe na pak se sot jemi krenar. Dëshmorët e herojt tonë janë për te partive, s'ka parti këtu, s'ka parti. Unë edhe si kryetari kryeqytetit tu, po them, ka marrë me një mision për me ndihmu vendit tim, me ndihmu qytetit ku jam lind, për me shku përpara me përparu për gjithë, Prishtina për të gjithë. Për te partive politike, pa marrë parasysh besimeve politike apo religjioze apo nacionale tjera, duhet me pas na me kriju standarde të nivelit më të lartë mundën për secilin qytetar që me një veten të shlirë, të sigurt, për me planifiku për një ardhje të mirë të përbashkët këtu në kryeqytet. Edhe për këtë arsye po them që ndoshta nuk jam i mushun me kësi note që mendoj që janë cekta, të cekta në relacion me sakrificën e madhe që kanë dhonë luftarët tonë, herojnë tonë, kombëtar, dëshmorët tonë. Janë këto gjana që as nuk bën me u përmend, që thonë, ose këto sfidat në për cilat jemi duke kalu sot janë, si me thonë, shumë sipërfaqësore me çka ka kalu populli ynë, me çka keni dhonë ju si familje të dëshmorëve. Për atë edhe nuk jam shumë optimist që kemi me te kalu mirë, shpejt e lehtë. Mirë po mësojmë, për fat keq na duhet me bo gabime, po mësojmë prej gabimeve. Muj me mësu prej gabimeve tjetër kujt, po ja që po duhet me bo vetë e me mësu prej gabimeve tona prap. Po uroj po them që vendi i ynë, kombi i ynë, populli i ynë këtu me hapat shpejt i te kalon edhe këto vështirësi, sa do pak, po them, të vogla të bangta në relacion me kontributin e madh që e kanë dhonë herojt e dëshmorët e, po them, vllai juaj, baba juaj, Jusufi. Për këtë ne kemi një ashtu mirënjohje këtu sa do të vogël, një mirënjohje me ditë që në mënyrë institucionale i çmojmë vlerat e ushtrisë shërbëtare të Kosovës, i çmojmë vlerat e vllaut tuaj, babës tuaj, edhe një mirënjohje, po them ashtu simbolike, që kisha pas dëshirë me ju dhënu nga kryeqyteti për dëshmorin Jusuf Ferizin. Ju falenderojmë shoku kryetar. Faleminderit juve, faleminderit. Po ashtu e kemi edhe gjithë dëshmorët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ata që shkojnë marë, Zoti i nderoft. Faleminderit shumë. Na prifte mora së bashku gjithmonë, po them tash kemi punë të mëdha për me fitu paqen. Kemi ende punë, është shqyr që kemi trashëgimtar këtu. Edhe këtë hyneshën front, që këtë tregon që qysh edhe para 5.000 vjetësh kemi pas në këto troje gratë forta. Qysh i kemi sot nanat e motrat
që na dhurojnë, po them gjithmonë në rrugën e drejtë, na mojnë drejt të gjithëve edhe kanë kontribu, mos me thonë jo barabar, po ndoshta edhe ma shumë se edhe ne vetë burrat. Kjo është një simbol që përdorim ne, keni pa ndoshta kemi për logot të Prishtinës, e kisha pas dëshirë me pas edhe ju këte së bashku dhe në mirënjohjen për dëshmorin i Suferizit. Faleminderit. Faleminderit shoku kryetar. Jo vetëm në familjen time, apo ju nderoni gjithë familjet e dëshmorëve. E nderoni veten, e nderoni çdo popull të Kosovës, se tonë kena kontribuar. Ashtu është. E shumë u jam mirënjohës. Faleminderit. Shoku kryetar. Vetëm se një obligim moral me ju falenderu juve kryetar për gatishmërinë, për kontributin e juaj. Fillimisht po du me thonë që pa diasporën, pa djemë dhe vajzat që keni pas gjatë luftës në diasporë, pa organizimin e tyne, pa kontributin e tyne, pa sensibilizimin e tyne, pa mbështetjen financiare, sigurisht edhe ne si ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk do të mund të organizoheshim dhe nuk do të mund të rezistonim forcave serbe.